Okej, tani te aspekti I biznesit, edhe YouTube është biznes në vetvete, por ky tani është një biznes tjetër që nuk investon më vetëm kohën, siç investoje te YouTube. Tani duhet të investosh atë kapitalin, 10.000 euro borx apo 1.000 euro apo edhe zyra, edhe njerëzit që kanë punë. Si ishte shkalla e vështirësisë nëse mundet ta krahasosh? Krahasim me biznesi I YouTube-it që ishte 3 vitet e para dhe biznesi I kozmetikës tani 3 vitet e para. Shiko, të jem shumë I sinqert. Biznesi është shumë e vështirë se sa një kanal YouTube apo të jesh një influencer në Instagram, në TikTok edhe në gjithë gjërat e tjera. Unë në vitet e para, me thënë drejtë, nuk e kam marrë aq seriozisht biznesin. Jo në gjërat që krijoja, por në thelbin e biznesit, pra që ky është një biznes, ky ka ligjore, ka financiare, pra nuk është vetëm e bukura. Jam fokusuar gjithmonë te e bukur dhe kam lënë shumë në pastaj gjërat e tjera që pas disa vitesh dolën në pa dhe unë duhet të rregulloja dhe duhet të sistemoja dhe patjetër që kam vendosur njerëz për të, do të thënë, duhet ta kuptoni që duhet të jeni shumë koshient për çfarë ju mund të mbani. Pra, unë tani jam shumë koshente që unë një biznes nuk mund ta mbaj vetëm unë. Pra, unë nuk mund të jem dhe financiera e biznesit tim dhe jurisja e biznesit tim, nuk I bëj dot këto gjëra dhe e di që jam shumë e mirë në krijim, kam një intuit shumë të mirë. Dhe vazhdoj bëj këtë gjë. Nuk mund të bëj të këto gjërat e tjera që më përpara për çështje kostosh doja t'i bëja të gjitha vetë. Dhe merja informacione, por ndërkohë normalisht nuk I bën dot. Kështu që patjetër që biznesi është shumë I vështirë dhe më pak fitimprurës për ty si individ. Nëse ti do që ta arrisësh biznesin tënd, se ka plot biznese, unë po flas për fushën time, se unë nuk mund të flas për është e gjëra bizneset e tjera. Unë vazhdoj të fitoj shumë më shumë si person, se sa si businesswoman, sepse biznesi ka nevojë të rritet gjatë gjithë kohës, ka nevojë për inovacion, ka nevojë për produkte të reja, ka nevojë për staf, për qira, siç the ti. Unë si individ nuk kam nevojë për këtë gjëra. Vazhdoj të bëj gjërat vet. Maksimumi që do kem nevojë unë është për ndonjë ambient ekstra që mund të më duhet që të xhiroj. Kështu që biznesi është shumë impenjativ edhe shumë më I vështirë për të krijuar edhe për të mbajtur. Nuk është problemi ta krijosh, është problemi ta mbash. Sepse ne kemi 5 vite. Edhe pjesa e ekipit është që e parë që ju kam thënë studentëve që pa ekip që do t'i lërë në baltë. Do të mbani mirë këmbët në tokë edhe ta fiksoni këtë gjë, sepse kështu është dhe unë preferoj që t'i them gjërat shumë troç. Nuk dua t'i zbukuroj, sado që ti jesh e motivuar, asnjë nuk do jetë më I motivuar se sa ty. E padiskutueshme. Tani te pjesa e biznesit, pjesa e konkurrencës. Në YouTube konkurenca nuk është impaktuese se të gjithë mund të shikojnë të gjithë. Edhe prapë kemi hapësirë për të tjerët. Kurse në një biznes ti do zgjidhësh një brand. Edhe konkurenca është shumë agresive dhe shumë e kushtueshme për të luftuar. Nga ajo që ke parë ti, sa të ka impaktuar brandi jot si Sara, influenca ose komuniteti që ti ke ndërtuar në ndërtimin e një brandi tani kozmetike? 100%. Unë nuk do ta kisha krijuar apo nuk do mundesha, do dështoja gjatë rrugës S Cosmetics apo brendet e tjera që unë kam, nëse nuk do kisha krijuar një komunitet përpara. Nuk të beson dot njeri kot. Sidomos tani. Tani të gjithë kanë nga një produkt. Kështu që e vetmja armë fort që ti ke, ose unë kam pasur në gjithë vite ka qenë vetja ime. Njerëzit nuk blejnë më për produktin sa I mirë, sa fantastik është, çfarë ingredientë ka etj, sepse të njëjtën gjë mund ta gjesh edhe në 7 brende të tjera, jo domosdoshmërisht shqiptare, por edhe internacionale, dhe fatmirësisht këtu I ke të gjitha opsionet. Njerëzit blejnë eksperiencën, blejnë personin dhe blejnë historinë. Nuk blejnë produktin. Produktin e blejnë herën e dytë, herën e tretë, herën e katërt, pasi bëhen klientët e tu. Por nuk e blejnë për herë të parë, e blejnë për eksperiencën që ti ofron. Për një pakun më shumë, për një letër kalku më shumë, për një kartolim, për si e ke krijuar ti këtë, ku ke shkuar aty, si ka ndodhur, për çdo gjë behind the scenes. Pastaj mund ta marrin atë in front. Kështu që unë çdo individi që më është drejtuar në fakt që të hapi një biznes të vetes, sepse fatmirësisht kam pasur mundësinë që të jap konsulenca për shumë biznese të reja që janë krijuar. I kam thënë, nëse nuk krijon një komunitet,
mos e hap fare, sepse nuk jemi më në ato kohën që njerëzit do të vinë nga mbrapa aty se ti ke një projekt ose një produkt Ose se fantastik. ke pak lek për ta promovuar Po. në fillim, se ato do mbarojnë shumë Unë di shpejt. shumë raste dhe besoj se dhe ti të njerëzve që mund të jenë VIP, mund në Shqipëri po flas, mund të jenë shumë të famshëm dhe mund të kenë shumë para, që kanë krijuar brendet e tyre, skincare, kozmetik dhe kanë të shtuar sepse nuk e kanë lidhur me individin dhe me eksperiencën. Por thjesht kanë menduar që un kam këtë fan base, kam 5 milion ndjekës, që patjetër që këto do mblejnë mua, nuk funksionon kështu. Ti mund të kesh miliona ndjekës në Shqipëri, nëse ti nuk jep eksperiencën, nuk ta blen as edhe një njeri, maksimumi mame dhe babi. Edhe kjo pjesa e ndjekësave që nuk i influencon dot, është shumë e dominuese këtu në Shqipëri. Po. Pra shumica e njerëzve janë të fokusuar për ndërtimin e një numri të madh ndjekësash, po jo të komunitetit siç thot Sara, edhe jo të lidhjes që kanë me njëri tjetrin, edhe ata nuk i influencojnë. Unë personalisht kam shitur pothuajse çdo gjë që mund të shitet në Shqipëri, edhe kam parë se si njerëz më pak të ndjekur, po më të lidhur fort me komunitetin, e shesin një produkt shumë herë më mirë, edhe shumë herë më shumë se sa njerëz që kanë shumë ndjekësa, edhe shumica e ndjekësve janë kot. Prandaj edhe i kam thënë studentëve që edhe në moshën e tyre dhe në kategorinë e tyre që këta kanë personalitetin e tyre, i cili mund të atashohet me një kategori njerëzish. Nuk është e thënë që të dalin edhe të bëjnë si diçka tjetër që nuk janë. Ajo që ju jeni, ajo që ju mendoni, ajo që ju hallet tuaja që keni, dhe siç kishte Sara pjesën e make-upit, secili ka një pjesë që ka qef të flasë, që ka qef të eksplorojë edhe të bëjë edhe duhet bërë. Në aspektin e ulje ngritjeve, mendon që mbaron ndonjëherë kjo pjesa e ulje ngritjeve? Nuk e di ma thuaj ti, se unë po pres. Po pres të mbaroj, s'po mbaron kur. Po ti kur. jesh me shpirtin e sipërmarrësit, edhe po mbaroj do e gjesh një gjë që Po fiks që ta ngresh prap. Shiko, kjo mua më ka ndodhur. Eksaktësisht kjo që thua ti. Unë përpara 3, do të thënë, i bie 2 vite diçka e tillë, pata një ulje shumë të madhe, do të thënë qoftë financiarisht, qoftë në biznes, dhe jo për çështjen e shitjeve, të numrit të shitjeve, po për dëshirën time për t'u zgjeruar në mënyrën se si zgjerohesh në Shqipëri. Pra vjen një moment që ti mund ta humbësh dhe busullën, edhe ti të mendosh që po, në Shqipëri je i suksesshëm nëse bën këto gjëra, dhe ti e humb sensin pse unë kam nisur këtë gjë, që se kam nisur për këtë gjë, po e kam nisur për të krijuar. Jo vetëm në Shqipëri, kam përshtypjen se u mbasin kudo. Mirë, unë them Shqipëri ta thash sepse nuk dua të marr shembuj që nuk janë, po marr shembullin tim. Dhe mendoj që do t'ju vlej shumë, sepse shumë pak njerëz flasin për dështimet, flasin më shumë për sukseset. Unë para 2 vitesh kam pasur një problem personal, shëndetësor, i cili patjetër që 100% ndikoi në mënyrën se si unë i merja vendimet, dhe duke qenë vetëm unë, patjetër që nuk ishte njeri që të më kundërshtonte. Ishte Sara do ta bëj? Po do ta bëj. Nga mënyrën se si unë doja që të bëheshin gjërat, vrullin që unë doja, kisha fatmirësisht mundësi financiare tek biznesi, sepse biznesi kishte rritur vete, nuk besoj se ka një vajzë në Shqipëri që të paktën nuk e ka dëgjuar emrin S Cosmetics si brand kozmetik. Kështu që ne ishim rritur në mjaftueshëm që unë të provoja, të eksperimentoja, por nuk ishte nevojë të provoja të gjitha në të njëjtën kohë. Por të thash, do të thënë ti vendimet që ti merr për jetën tënde personale, kur ti je një biznes i vogël, një startup, ndikojnë automatikisht në vendimet që ti merr në biznes. Kështu që kështu ndikuan edhe tek unë. Fatmirësisht unë e kapa veten në kohë, dhe unë nuk kam frikë të them që kjo nuk funksionon, do ta mbyllim që të ecim përpara. Kështu që për shembull ne hapëm një dyqan në blok. Investimi brenda ishte shumë i madh, qiraja që ne kishim ishte gjigande, ai dyqani justifikonte veten e vet, por nuk e justifikonte faktin që duhet të impenjoheshin aq shumë njerëz për ta bërë atë që të funksiononte, apo që online ose dyqanet e tjera që shisnin produktet tona të mbante atë dyqan.
Kështu që për këtë arsye unë thash ok, do ta stopojmë, do ta mbyllim edhe do vazhdojmë përpara me gjërat e tjera. Dhe unë tani kam kuptuar që një biznes kozmetik në Shqipëri është më mirë të futet në pika të caktuara që kanë më shumë eksperiencë menaxhimi, sesa ta menaxhoj vetë stafin edhe çdo gjë tjetër që mund të ketë problematik një dyqan. Kështu që unë edhe këto dy shtimet, pavarësisht se të kushtojnë shumë financiarisht, me thënë drejtën, nuk i shoh si dështime, por i shoh si një hap përpara që unë e kuptoj se çfarë bën edhe çfarë nuk bën dhe nuk kam frikë as ta them, sepse njerëzit në Shqipëri kanë shumë frikë të thonë çfarë nuk shkon. Dhe e thonë atë që shkon me shumë zell dhe nuk kanë faj, sepse këtu më shumë kapen te kjo e para se sa tek e dyta. Por e kam kaluar këtë momentin me veten time dhe patjetër që ka dështime dhe ka suksese. Unë personalisht duke njohur shumë sipërmarrës në shumë drejtime, jo vetëm në Shqipëri, do mendoja që është falso kur dikush mund të thoshte që është vetëm mirë dhe nuk ka pasur asnjëherë probleme, sepse deri tani nuk kam parë ndonjë rast të vërtetë që mos ketë shumë probleme rrugës. Edhe thash, po njerëzit gjykojnë, më fal që të ndërpresa, njerëzit në Shqipëri gjykojnë më shumë njerëzit që i shohin më afër vetes. Pra, unë nuk besoj se ka njeri këtu që gjykon zamirmane nëse mbyll një dyqan shpari apo se mbyll. Sepse mendon ai e kanë Terezi, normal do ta mbyllë, do ta hapi, pra e mendoj gjithmonë në favorin e tij. Por janë të gatshëm që të gjykojnë dhe ta shkelin në tokë dhe gjithë punën që kanë bërë nga pas, një vajzë të re që hap diçka dhe vendos ta mbyllë sepse nuk e ka funksionuar. Janë të gatshëm të bëjnë çdo gjë që ta ulin edhe më shumë. Dhe kjo gjë i frikson njerëzit që thonë, po, kjo gjë nuk ka funksionuar dhe unë kam vendosur të vazhdoj në këtë rrugën tjetër. Kjo është shumë sfidë e madhe për të përballur, sidomos nga të rinjt që nuk janë mësuar me këtë aspektin e dështimit, se tani mbas eksperiencës kjo bëhet thjesht një numër, domethënë unë e di që do takoj 10 që të thotë njëri po, tani. Jashtë është edhe më shumë ai numër, do të takosh 100 që të thotë njëri po. Tani nga aspekti partneritetit, pjesa e fundit para se të kalojmë edhe pak fare te e-commerce pasaj, nga aspekti partneritetit ti kape në fillim që kur u ktheve në Shqipëri, partneriteti ishte edhe më kompleks, se nuk të njihnin. Më vonë njerëzit nisën të njohin, tani nisën ta njohin YouTube-in, influencerin shumë. Si është partneriteti, domethënë edhe marrëdhënia midis njerëzve, konkurenca, xhelozia, çfarë janë ca elementë që ti përballesh shpesh? Që të jesh një person siç mund të jem unë, pak i njohur dhe ka një biznes, është ik me dy presa. E para sepse njerëzit që nuk janë të informuar mbi biznesin, çdo gjë që i ndodh biznesit e atashojnë me ty. Pra ti e ke fajin për këtë, ti e ke bërë këtë gjën. Më kupton, domethënë kjo gjëja është shumë sfiduese për ty, që ti ta mbash gjithkohës on top biznesin dhe kur vet nuk je on top. Thash, edhe emocionalisht dhe çdo gjë tjetër, jo vetëm financiarisht. Kështu që kjo është një sfidë e vazhdueshme. Dhe kam vënë shumë që bizneset në Shqipëri kanë një qasje shumë arrogante ndaj bizneseve të tjera. Pra e mendojnë veten që gjithkohës në një sfidë të madhe, një luftë të madhe, që unë jam më i mirë se ky, si guxon. Të them një rast me që më përmendë një djalë që ishte nga posta. Ne punojmë me një postë të caktuar dhe bashkëpunojmë me të prej paka shumë një viti tani. Kishim një ditë shumë porosi, ishin diku te 1500 porosi. Dhe kishim, duke qenë se ne i kemi zyrat afër QTU-s, e kishim të pamundur me kapacitetin që kishim njerëzor që t'i bënim të gjitha porosit në momentin që do vinte shoferi. Kështu që mbyllëm një pjesë të porosive dhe i tërguam. Problemi është që ne duam gjatë gjithë kohës që klientët i kënaqim dhe t'i marrin në atë sekond ose një ditë më pas dhe jo sa të vi korrieri tjetër, të vi ditën tjetër sepse atje kalon vetëm një herë në ditë. Ç'a ndodhi, thash po mirë, kontaktoni këtë postën tjetër që ne kemi bashkëpunuar më përpara dhe jepni një pjesë të pakove këtyre që këta të dy postat të shpërndajnë për ne. Normalisht ata marrin finë e tyre dhe vazhdojnë punën tonë, domethënë shumë okay në këtë gjë. Një nga vajzat nga nxitimi i pakove, 2 prej pakove i kishte vendosur me këtë stikerin e postës tjetër. Pra kishte ngatruar stikera. Më morin telefon, jo mua, po vajzën që punon. E mori telefon pronari i postës dhe tha të jetë hera fundit ai që na dërgonin e pako se ne nuk bashkëpunojmë me njerëz që bashkëpunojnë me posta tjera. Që mua mu duk absurde,
Se ç'a problemi ke ti nëse unë punoj me 10 posta të tjera, për sa kohë po 10 punoj edhe me ty. Pra unë po t'jap lekë edhe ty. Cili është problemi jot që unë do punoj edhe me tjetrin. Pra këtë luftën mes llojit, unë nuk e kam kuptuar asnjëherë, sepse ne jemi një shtet aq i vogël. Kjo pra është. Jemi një shtet aq i vogël, sa kjo lufta nuk bën sens sepse po luftojmë për 2 milion banor, nuk është se po luftojmë për 2 miliard njerëz dhe hajt. Okej, nga që janë shumë pak, duket sikur do mbarojnë, edhe të zihemi për ato pak që janë. Po, nuk është mënyra se si ti afron klientën në këtë lloj mënyre. Do të thënë ai s'don të më afronte mua me këtë rast. Po, do të thënë si mund të ngeli ty hatri që një biznes punon me 2 postash, e marrin personale e kanë fjalën. Partneritetit si influencer, sepse si biznesi është shumë më i ashpër si biznes. Në aspektin e si influencere, kompanit mendojnë se e bëjnë më mirë se ty në ca raste asnjëherë, ose pastaj nisin e bëjnë vetë, apo kanë ca teka që ndonjëherë nuk janë të kuptueshme. Unë mendoj që bizneset tani, sidomos këto agjensitë e marketingut, kanë një sfidë shumë të madhe, profesionalizmi. Sepse është kjo gjë që neve përmendëm përpara, numrin e ndjekësve. Në këtë moment që ne flasim, është një gjullurdi e madhe në rrjetet sociale për çështjen e numrit të ndjekësve. Ne gjithë e dimë që shumica e njerëzve i kanë ndjekësit e bler ose të fake, ose mund t'i kenë pasur një moment caktuar real dhe pastaj ka humbur ai sparku, shkëlqimi. Dhe unë nuk kam preferuar ta bëj në asnjë moment këtë gjë. Unë kam 170.000 ndjekës më duket, diçka e tillë, dhe kam preferuar të mos ta prek këtë gjë sepse mua nuk më intereson fare. Do të thënë, unë nuk e di se cili biznes në Shqipëri pretendon që të marri 170.000 porosi ose pyetje nga një influencer X që ka kaq ndjekës, sepse nuk do ndodhi. Ty nëse të vinë 10 pyetje nga një influencer që ka 5 milion ndjekës, je me fat, sepse kështu funksionon tani. Pra, nuk ka lidhje numri i ndjekësve. Unë kam bashkëpunuar madje me shumë influencera që janë shumë të mëdha në numër, dhe nuk më kanë sjell as edhe një individ mbrapsht. Unë nuk e shikoj asnjëherë vetëm te blerja, sepse unë nuk jam shitse si influencer. Ka patjetër që nuk e kam për detyrë të ta shes, po ka për detyrë të sjell edhe thjesht interaction. Më kupton? Dhe ka parë që nuk ka pasur sukses, sepse nuk ka një komunitet. Dhe këtu bizneset i mungon njohuria e duhur që këto agjensit nuk ja japin, që të kuptojnë që një produkt i mirë nga këto influencere nuk varet nga numri i ndjekësve, apo sa i shkon videoja. Varet nga komuniteti që ajo ka, dhe nga interaksioni që ajo ka në çdo video. Nëse është me direct message, nëse është me save, nëse është me mesazhe që mund t'i vinë gjatë kohës. Pra këto gjëra mungojnë edhe e marrin shumë cekët gjithë gjën, dhe më besoj që harxojnë pafund lek kështu. Dhe është një lek i harxuar kohë, dhe patjetër që pastaj ata kanë skepticizëm kur flasin për influencerë që janë vërtet të mira. Por nëse mund të veçosh disa ose një teknik ose që funksionon kur shkon approach për herë të parë një biznes për të bashkëpunuar. Kërkoj insightet. Vetëm insightet mund të ta zgjidhin këtë gjë. Dhe mundësisht të bizneseve që janë të lidhura me ty, sepse unë si brand kozmetik nuk mund të kërkoj ty insightet e si e ke shitur ti laptopin. Sepse nuk ka sens. Para se ta marrësh si klient. Pra ti shkon. Jo, nuk e merr si klient. Ti shkon dhe i thua kam dëshirë që të bëj një bashkëpunim me ty. Të lutem, mund të më dërgosh disa insightet tuat? Është kaq e thjeshtë dhe çdo influencer të dërgon, sepse nuk është. Jo si influenceri të shkon te biznesi. Pra, fazën e gocave dhe çunave që duan të shkojnë të bashkëpunojnë me një biznes, kanë arritur të ngrenë diçka të vogël, por duan të nisin të kenë ato 50.000 lekëshin e parë, 5.000 lekëshin e parë, qoftë edhe për 4 video. Do të thënë nëse shkon pa pritshmëri dhe nuk vendos ti standardet i pari, kur ti e di që ti nuk je on topin tënd, ti do të shkosh atje, shkon me papritshmëri. Unë këtë gjë kam bërë. Unë nuk kam kërkuar 50.000 lekë në fillimet e mia, më kanë ofruar 50.000 lekë dhe kanë thënë po. Do thënë, thënia po, mendoj që është më e mira që mund të merrni nga një biznes për t'ju testuar dhe më pas kjo gjë është e dyanshme. Domethënë e shikoj këtë gjë edhe te biznesi, po edhe tek njerëzit që kanë frikë, hezitojnë. Nuk keni për çfarë hezitoni, se nuk do humni asgjë, maksimumi nuk do ndodhi. Çfarë do ndodhi nëse shkon edhe të thotë vjen keq, nuk e bëjmë dot. Okej,
Po, Next. është kjo pjesa e egos, pra, që Po nuk jemi për biznes këtu, nuk jemi për ego. Nuk ka ego në biznes, as se këto ma kanë thënë gjithmonë, njerëzit janë çuditur shumë me faktin që unë njeh shumë njerëz në Shqipëri, apo që bëja bashkëpunim me Lori Hoxhën, me Sara Hoxhën, me Alketën e me shumë njerëz. Dhe më kanë thënë si njeh ti këta njerëz, se ti ke jetuar këtu në periudhën tënde që ti mund t'i njihe këta njerëz. As nuk kam qenë në një shkollë, ke Ismail Qemali kam qenë. Kështu që isha në një shkollë që ti kisha aty njerëz brum që kur të rriteshin ti mund t'i kërkoje favore. Dhe unë që kam bërë në çdo event që më kanë ftuar, eventin më idiot që ti mund të mendosh, kam shkuar dhe kam bërë të njëjtën gjë çdo event, shkoja e prezantohesha njerëzve, sepse e dija që nëse shkoja prapë në eventin tjetër ajo s'do më mbante mend mua, sepse normalisht kush jam unë për të mbajtur mend ajo kur unë po i shkoj. Dhe pas 5-6 eventeve fillonte të mbante mend dhe më kujtonte po ti je ajo. Dhe fillonin, flisnim, bënim diskutime, derisa krijoi një marrëdhënie që në thelb ishte biznesi dhe të dyja palët ishin të qarta, por ishte njohje. Dhe kështu nisi pastaj, pra, ka faza, dhe nuk mund të krijohen tani. Ka një kohë, edhe këtë po diskutonim pak më parë për përgatitjen e eventit, është një proces që do ndërtuar një marrëdhënie e cila nuk ndërtohet nesër, sa do të suksesshëm të jeni, apo sa do të bukur ta bëni atë videon apo atë produktin, është një marrëdhënie që ndërtohet me kohën.